Masi more hapin për me hap si dyqan, si biznes, cilat ishin sfidat e para? A ishte njësoj si kur e bashe vetë punën me durët e tuja edhe njësoj me drejtu i biznes? Sfida e parë ishte gjetja e kapitalit fillestar, e cila si thysh hapi disa episode zhgënjimesh si nga pjesa e njojeve të asaj kohe dhe zhgënjimet e një pas njëshme të refuzimit në dhënien e suportit kapitalit. Sfidë tjetër ishte hapja e një njësie të ri në treg. Sfidë tjetër ishte lokacioni, periferi e Tiranës. Sfida tjetër ishte dyshimi që edhe ku shkoje për të blerë edhe për të shitur, mendësia e vjetër e tregut ishte diskriminuese të tipit që ty nuk t'japim se nuk bën sasi, ti e ke çmimin kaq, ose janë asjellta shkoja për të ofruar shitje që të shisja. Edhe nëse jepja një çmim të lirë, shkonte deri në masën sa të akuzonin që malli ishte i vjedhur edhe po shet produkte të vjedhura pse çmimi është më lirë. Ndërkohë çmimi mund të shitej edhe barazim thjesht për të kapur pozicionimin treg.